Shqipëri e Maqedoni do të lobojnë në Bruksel në funksion të realizimit të projekteve të rëndësishme infrastrukturore me interes të përbashkët, ku shquan projekti i Korridorit të 8. Për këtë lëvizje të re kanë rënë dakord kryetarët e qeverive të dy vendeve, Berisha e Gruevski, por dy homologët kanë rënë dakord të përparojnë dhe në drejtim të lëvizjes në kufit mes dy vendeve. Në një hark kohor 2 vjeçar, distanca midis Shkupit dhe Tiranë do të shkurtohet në njërin aksin Shkup-Dibër Tiranë me 103 km, në aksin tjetër Shkup-Strug Tiranë së paku me 1 orë. Me kryeministrin diskutuam për të vendosur midis vendeve tona Kosovës, Malit Zi, regjim doganor që aplikohet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne mbështesim plotësisht idenë e ndërtimit të terminalit në Strug dhe jemi të gatshëm të ndërmarrim menjëherë shtrirjen e kurudhës nga Lini në kufi, sikur jam dakord me kryeministrin, të bëjmë lobim të përbashkët në Bruksel për këto projekte. Së shpejti do filloj kalimi i kufirit vetëm me letër njoftimi. Dy personalitetet ndanë të njëjtin qëndrim se integrimi europian është rruga e vetme për progres. Këtu kryeministri i Shqipërisë tha se ndryshe nga Maqedonia e cila ka përparuar me statusin kandidat, Shqipëria po vuan pasojat e një opozite që përdor procesin për interesa personale pushteti. Opozita shqiptare nuk voton ligjet me 3/5 në parlament. Ajo nuk e bën këtë se është anti-europiane. Jo, por e bën këtë se mendon se në këtë mënyrë i afrohet më lehtë pushtetit. Këshilltari i saj nuk mund të bëhen. E vërteta është që i largohet më shumë pushtetit. Nga Shkupi ku ndodhej për një vizitë zyrtare me ftesë të homologut Gruevski, kryeministri i Shqipërisë i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bëjë edhe më shumë përpjekje në drejtim të anëtarësimit të Maqedonisë në NATO, një çështje e cila ka mbetur peng i mosmarrëveshjeve të këtij vendi me Greqinë. Ky qëndrim u përshëndet nga kryeministri i Maqedonisë. Kryeministri na dha mbështetjen për të përkrahur anëtarësimin e Maqedonisë në NATO. Të dy vendet e kanë përparësi integrimin. Ne shpresojmë që Shqipëria të marrë sa më shpejt statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Gjatë qëndrimit në Maqedoni, kryeministri Berisha u takua dhe me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, një parti në koalicion qeverisës. Ishte rasti për të diskutuar dhe mbi bashkërendimin e punës në kuadër të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Zoti Berisha vlerësoi arritjet që janë bërë në Maqedoni në një hark kohor të shkurtër, lidhur kryesisht me përdorimin e simboleve shqiptare. Do dhe qoja interesimin që shprehu kryeministri për infrastrukturën e përbashkët, sepse kështu mund të bëhemi edhe më të fortë si vende brenda rajonit. Kryeministri Berisha u takua dhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Maqedonisë, Mendu Thaçi. Sigurisht se qasja e Shqipërisë është miqësore ndaj Maqedonisë, po të njëjtën kohë është edhe një qasje e përkujdesjes e të drejtave të shqiptarëve këtu. Si pjesë të agjendës së tij, kryeministri Berisha kishte edhe takimin me kryetarin e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Branko Cervenkovski, parti kjo në opozit. Në takim u theksua rëndësia e një qëndrimi mbështetës dhe jo bllokues të gjithë spektrit politik në favor të reformave që mundsojnë integrimin evropian. Në vijim të vizitës zyrtare në Maqedoni, kryeministri Berisha u takua me presidentin e Republikës së Maqedonisë, zotin Gheorghe Ivanov. Kryeministri Berisha e siguroi presidentin maqedonas se për të dhe qeverinë shqiptare përmirësimi i vazhdueshëm i marrëdhënieve bilaterale ka një rëndësi prioritare, duke theksuar se kjo rëndësi dyfishohet në kushtet e krizës aktuale botërore. Kryeministri Berisha vlerësoi se çdo ngadalësim i reformave dhe programeve të investimeve është i dëmshëm për të dy vendet, e si rrjedhoi forcimi, shtimi dhe modernizimi i lidhjeve infrastrukturore, lehtësimi i barierave doganore për kalimin e lirë të njerëzve dhe mallrave, dhe krijimi një hapësire tregu që përfshin Shqipërinë, Maqedoninë, Malinezi, Kosovën në mëgjer, do të çlirojë energjitë e mëdha të këtij tregu, të cilat do të jenë mburoja ndaj krizës. Presidenti u shpreh se marrëdhëniet dypalëshe mes dy vendeve janë në nivele shumë të mira. Ai theksoi se Shqipëria me programin e saj të investimeve në infrastrukturën publike duhet të shërbejë si një shembull për vendet e tjera në rajon. Në këtë kontekst, presidenti i Maqedonisë Gheorghe Ivanov e cilësoi ndërtimin e infrastrukturës që lidh rajonin në mënyrë të veçantë Korridorin 8 dhe Korridorin Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjet hekurudhore si akse të zhvillimit të ri gjeopolitik, ekonomik e social në Ballkan, dhe që i japin Ballkanit frymëmarrjen e nevojshme në përputhje me zhvillimet dhe duke e shkëputur nga trashëgimia e së kaluarës.